Jo, unë mendoj që ne kemi kriju sikur tabu temën e vlerave në shoqërinë tonë, nuk jemi ka flasim për vlerën, nuk jemi ka flasim për respektin, paragjykojmë, për shembull, shpesh e them për me relaksu dhe bisedën, një ndër fyrjet më të mëdha që i marron është Leshkuqi, nuk e ka desht as Muhameti, ky është Leshkuq, Leshverdh. Ideja është që duhet me gjetë një element që e përmbush njeriun i cili nuk e fut mendimin kritik për brenda kokës një dhe nuk e çon kokën fare për atë se çfarë mund të lëndojnë brenda shoqërisë. Unë mendoj që edhe kjo ideja e fenomeneve të cilat po na ndodhin me shumë shpejtësi, si depresioni, vrasjet, vetvrasjet, janë pasojë edhe prodhim i një shoqërie që ka filluar mos me u kujdes për njëri tjetrin, edhe pa pardon është përbrenda diskursit i cili realisht krijon hapësirë të dhimbjes, jo të një debati konstruktiv, jo të një përplasje të ideve, jo të një formulimi të çështjeve bazuar në fenomene, e në lexim në krahasim me shoqëri tjera të zhvilluara, por në mendsinë e militantizmit politik ose të një klase e cila ka përfundu leximin në shkollën fillore. Nuk shkon matutje, nuk kultivohet më shpirti i një njeriu solidar dhe njeriu i cili e do para se me urrejt. E përfshin para se me përjashtu. Jemi bo shoqëri e cila përjashtimin e shohim së zotësi, më talshu, si thot gjua popullit, duke si kur e boj zoti. Në fakt, këto janë fenomene shumë të rrezikshme sepse po na promovohet jo vlera për mbrana shoqërisë. Në gjithë këtë rrugtimin tënd politik, a ka diçka që sot mes vendimeve edhe qëndrimeve që ke pas, diçka që sot me veten e flet edhe e mendon me e bën ndryshe? Natyrisht rrugtimi është gjithmonë edhe mësim, qoftë pasiv, qoftë aktiv. Edhe sikur të kisha linë edhe një herë prej fillimit, besoj që rrugtimin e kisha bot njëjtë, natyrisht me më pak shprehi për me ja vështirësu jetën vetës, po prej natyrës unë jam njeri që tentoj me sfidu në rrethona e në format ndryshme vetën. Çka kisha bo ndryshe është që kjo ideja e shpejtësisë me cilën unë mendoj që unë kry punë. E ndonjëherë nuk e kum po që ajo shpejtësi realisht ose ka lënë njerëz mrapa, ose njëjtën kohë ka kriju një farloj, mos me thonë armiqësi, po ma shumë një farë xhelozie mbrëmshme e cila nuk shpjegohet lehtë. Tash, se cili prej neve kena provoja ndryshme, më thonë mu me bo punën tonë, sigurisht që e bëj me hapat kërmillit, sepse duhet me mësu punën tonë. Po unë e kom bu punën tem, realisht, aty ku jam hy, deri tash në një karrierë gati tash 25 vjeçare, që nga përfundimi i luftës e deri tani në rrethona e shtetet ndryshme, po unë aty ku ndjem mirë është fakti që edhe gabimet që kam bo, i kam pronësi unë i marrë në pronësi, sepse janë gabimet cilat janë bo në bazë një vendimi që kam marrë. Tani, sigurisht që asë